Dita botërore e veterinarisë na kujton një të vërtetë themelore: shëndeti i kafshëve, njerëzve dhe mjediset janë të lidhur ngushtë me njëri tjetrin. Sot më shumë se kurrë është e rëndësishme të kuptojmë rolin jetik që kanë veterinarët në këtë lidhje të ndjeshme. Në këtë ditë të veçantë, veterinari Blendi Bejdoni solli në vëmendje sfidat dhe përgjegjësitë e mëdha që mbart profesioni i veterinarit. Dita botërore e veterinarisë është e shtuna e fundit të muajit prill të secilit viti. Ajo shënohet sikur dita e profesionit të veterinarisë. Mirëpo profesioni i veterinarisë për nga natyra dhe për nga puna është shumë i lidhur ngushtë me njeriu edhe me natyrën. Kjo do të thotë për shkak se ne si profesionist kemi të bëjmë shumë me kontrollin e produkteve me origjinë shtazore, ndalimin e transmetimit të sëmundjeve nga kafshët të njeriu, që këtu janë zoonozat, njëkohësisht edhe për natyrën ku secili insekt, secili kafshë ushqehet me ta. Me përvojën dhe pasionin e tij, ai theksoi se puna e veterinarit nuk ndalet vetëm tek trajtimi i sëmundjeve të kafshëve, por shtrihet edhe në garantimin e sigurisë ushqimore. Ne në profesionin tonë të veterinarisë ne kemi edhe konceptin One Health Concept, ose në shqip që i bjen koncepti i një shëndeti të vetëm, që këtu do të thotë shëndeti i kafshëve, ambienti i pastër, natyra e pastër është ajo që ne jemi të shëndetshëm. Pra, nëse kemi natyrën e pastër, është natyra ajo që ushqehen pjesa më e madhe e kafshëve. Jemi edhe shëndeti pasqyra e shëndetit tonë. Veterinari Bejdoni ka edhe një apel për të gjithë qytetarët, pavarësisht edhe atyre të cilët nuk mbajnë kafshë. Njëkohësisht, unë apeloj të gjithë qytetarët tonë që natyra është ajo që na takon neve. Domethënë, pjesa e mbeturinave mundësisht që të ruhet sa më tepër që mos të hudhin mbeturina, se ato mbeturina përfundojnë në organizmin e disa kafshëve, ku ndoshta ne jemi ata që i konsumojmë ato kafshë. Pra që të kemi një shëndet të plotë, kjo është zinxhiri ushqimor i One Health Concept. Ai na kujtoi se një veterinar i mirë kontribon në mënyrë të heshtur, por të pazëvendësueshëm në shëndetin e përbashkët të planetit tonë.